2 javë para zgjedhjeve, një lajm bomb vjen nga SBA-t. Partia Demokratike ka firmosur një kontratë lobimi me vlerë $6 milion. Synimi kryesor i së cilës është që të hiqet në ngrata e Sali Berishës. Kontrata është firmosur me Continental Strategy për 2 vite dhe do të paguan $250,000 në muaj. Pyetja e parë që ngrihet sapo sheh një kontratë të tillë është ku do t'i gjejë PD kaq shumë para. Pas disa orësh nga publikimi i kontratës erdhi një reagim nga PD, e cila ashtu sikur ndërpritej ka dredhuar. PD shprehet se paratë i kanë dhënë mbështetës të PD-s në diasporë, por pa dhënë ndonjë detaj tjetër. Komuniteti shqiptaro-amerikan përmes fondacionit Make Albania Great Again ka kontraktuar kompaninë Continental për të ndihmuar në konsolidimin e marrëdhënieve miqësore të Partisë Demokratike si forca më e madhe opozitare në Kongresin dhe qeverinë amerikane. Synimi i bashkëdhetarëve tanë në SBA është bashkëpunimi i PD-s me aleatin kryesor të Shqipërisë për të rivendosur demokracinë funksionale dhe shtetin e së drejtës në Shqipëri. Kompania Continental drejtohet nga ambasadori Carlos Trujillo, i cili njihet gjithashtu si avokati i presidentit Trump dhe si antikomunisti pa lëkundur në qëndrimet e tij. Kontributi financiar për realizimin e këtij qëllimi është marrë përsipër 100% nga patriotë shqiptar që jetojnë dhe punojnë prej dekadash në SBA, si dhe nga demokratë të tjerë të larguar nga Shqipëria gjatë këtyre 10 viteve për shkak të regjimit të Edi Ramës. Partia Demokratike, duke falendëruar demokratët antikomunistë të komunitetit shqiptaro-amerikan për bujarinë dhe patriotizmin e tyre, sqaron opinionin publik se ndonse ka dhënë dakordsinë për marrjen e këtij shërbimi në përputhje të plot me ligjet e të dy vendeve, nuk ka asnjë barë financiare apo detyrim kontraktual që lind nga kjo marrëveshje, shprehet Partia Demokratike. Por edhe pse PD-ja faturon dikujt tjetër pagesën, kontrata dele firmosur nga Flamur Noka po ashtu vjen në një kohë kur SPA ka bërë me dije se ka ngritur një njësi speciale që do të hetojë zgjedhjet. Pyetja që ngrihet është: a do të ketë një verifikim nga prokuroria speciale? Mos harrojmë se Ilir Meta sot është në qelip pikërisht për shkak të lobimeve në SBA. LSI shpenzoi afro $700,000 në SBA dhe nuk u deklaruan. Po ashtu nuk u justifikua burimi i kontratës. Në vitin 2019 Lulzim Basha u hetua nga prokuroria e Tiranës për kontratën e lobimit $675,000. Ai madje u dërgua për gjykim, por dosja u mbyll nga gjykata duke e nxjerrë të pafajshëm. Tani topin e ka SPA-ku, janë $6 milion në lojë dhe prokuroria duhet të na tregojë se kush i ka paguar, pasi Berisha pretendon se nuk është korruptuar kurrë.